Tashi, unë du punën tënde. Qarë punë ke bërë për të nxjerrë gërmën reale të Buzukut? Aty e përmende këtë e kam shkruar vetë, tash do dua, sepse rrallë herë, ose nuk ti e i pari në studimet shqiptare që merresh. Me këtë natyrë studimit e marrë vetë, me aparatin përveç Luqit në që ka zbulu, me aparatin figurativ tekstit, ma mërmendja, se e marrë, më vësë që të marrë kush ma tepër, duke preshtu Luqin atin që e hapë këtë rrugë. Është e studiuse e cila faktikisht edhe aty është gjithë, po thëj se edhe nxitja eme, zbuluat nxitja eme për të marrë me këtë fushë, sepse unë zakonisht nuk dëshiroj pas faktet sigurta të hitë e të flasë për diçka. Nuk më pëlqen, s'kam pa hipoteze për Buzukun nga epiteti e çmendur, hipoteze e çmendur, me ndërthojza, kam pa lloj dhe hipoteze të lutura mendsh, po themi. Por nuk më intereson, e punë, por unë jam nisë me që po e do në të dini për faktin, a ishte lehtë apo kollajt për të bërë fondi Buzukut. Fillimisht unë e kam si çdo sipërmarrje që është titanike e vështirë, pa një sens aventure nuk jetë. Për shembull, Christopher Colombi nuk e zbulon dot Amerikën po të ishte aventurier i madh dhe pa një dell marrëzie të brenda, sepse këtë punë nuk ban po s'pate një shtys fort brendshme. Të falenderoj për sinqeritetin këtu. Po patjetër, unë praktikisht ndërmarrja ishte unë sot kur e kam marrë punën dhe mendoj se si ja kam filluar punën pa një dell të çmendurisë nuk besoj që ishte baki punë, pa i damar çmendurie. Pse? Sepse të gjitha gërmat tu, po me kujdes të rishkrimi, janë 3-dimensionale. Pra, kur rilindja evropiane, ishte largu nga 2-dimensionalet në pikturë, në skulpturë, në skulpturë jo, po në pikturë, në imazhe, nuk ishte ma 2-dimensionale, po ishte 3-dimensional. Dhe jemi në kohën kur kjo kulturë nuk është në fazat as të para, as të dytë, po është në kulmin e zhvillimit vetë. Dhe ato kryegermat ato janë shumë të vështira, për shembull një kryegerm bëhet të mund të marr jo më pak se javë për ta bërë. Pse mund të më thoni ju? Se ma desht me gjetë libra të butum, se të Buzuku është cilësia është e dobët, ne kemi imazhe, po kemi cilësinë e dobët. Për gjetë imazhe me cilësi shumë të lartë, më është desht me gjetë libra analog të tillë, me shara apo tekste të tjera breviar ku ishte përdorur kjo germ, dhe për të pastaj se si goditja e shtypshkrimit e ka lanë formën e vet, dhe jo në gjitha rastet shtypshkrimi e boja mbet e plot. Dhe duhet bësh krahasime me spakut me 10 mundësi të tjera të paraqitjes së këtij imazhi. Pra, ju vetëm të Buzuku, por në 10 libra të tjerë, ku ti pasi të studiosh mirë me detaje, harqet, dhënjet e veta me kujdes, sa është harku rrëmullakosur, sa kanët, dhe pasi të bësh këtë punë të im, po shumë të im, sepse do të paraqites publikut, unë nuk mund të del para publikut të them që bë një imitim të shtrenjtë, do të jepësh. Unë isha i vetëdijshëm që publiku është i prirur të shoh të metën më të vogël, jo ma. Dhe kur unë kam bler një fabrikë që prodhon, që quhet fabrik, por në kuptimin e fjalës një program që quhet fabrik për prodhimin e fonteve. Dhe kam bërë fonte të tjera, kam disa fonte të tjera që i kam bërë për përdorim brendshëm të gjitha. Kur desha me bë fontin e Buzukut, desha me dhanë një fabrikë amerikane me e bë. O ti mendu që të shkojnë të 6.000 euro, 7.000 euro. Ai tha për të fillu duhet $10.000, vetëm me fillu, pra një set 20 gërmësh, 24 të vogla dhe 24 të mëdha shtypit, do të çdo shtesë, botimi i këtij fondi, për shembull, po të bëhet një fabrikë amerikane sot, sepse duhet bëhet cilësor, se mund të bësh edhe me kinez, por nuk e bën cilësisht siç mund ta bëjnë pra në mënyrë profesionale, minimum nuk e bën dot në 7.000 euro sot në Amerikë. Vetëm fondin e Buzukut, se ka 187 grafema. Shfaquna, trajta grafemet të ndryshme, ku përkojnë me 24 fonema, 25 fonema. A ka grafema për gërmat tilla që në alfabetin e sotëm, si sh-ja, zh-ja, s-ja? Po, s-ja ka funksionin e sh-jit në shumicën e rasteve. Po, si që ka dhe në gjermanisht, s-ja e madhe. Po, s-ja e madhe. Në gjo, ajo që unë
mendoj që nuk bi dakord me studiuesët më hershëm në lidhje me buzukun është për pranin e trajteve cirilike. Unë nuk jam i mendje, nuk mund të them me 100% saksi, por të gjitha trajtat e këtyre grafemeve, unë i kam gjetur në tekste tjera të botimeve italiane, në italisht, botime në latinisht, pra janë germa që, ose sepse që ndodhë. Për shembull, të buzukun e kemi, vetën A kemi mbi 8 A, të mëdha shtypit të ndryshme, paraqitje grafemore të ndryshme për fonemin A. 8 lloje A të mëdha shtypit dhe 2 lloje A të vogla. Po për gjitha germat kemi të tilla për B. B kemi një edhe B kemi 8 ose 9, nuk e mbaj mend mirë tash. Sepse lloje B për nuk është i njëjtë një B, po kemi paraqitje fizike grafemore të ndryshme për një fonem, për B-in për shembull. Për C-in, C-i 8 cop, 9 cop. Për shembull, e pak këtu te faqja. Këtu te faqja kur kam dhënë kur kam dhënë llojin e fonem, kur kam paraqit të faqja e përgjithshme, ju fare lehtë mund të shohësh këtu se sa lloje ash ka këtu, shikoj këtu sa lloje ash ka këtu, sa lloje bësh, sa lloje tan, gjitha llojet grafemore për gjitha programet e sotme A, B, C për 24 shfaqjet e gramave latine. Kurse kur kemi fjalën për atë për unë që unë cirilike këto, unë kam bërë këtu të vërtimet reja që kam dhënë këtu, unë them që ajo gjehet në ndryshe nga që pretendon Çabej që është në reduktim e sipër, deri në vitin 1600, kur përdoren në germa rotunda, që përdoret në mënyrë intensive në shumë libra, në gjithë të libra, kjo germë shfaqet me intensitetin e çdo germe tjetër. Pra, ajo gërmë është u zakonshme, siç është një variant i as, një variant tjetër për shkak. Unë mendoj që është uja që përcakton edhe është variant i us që përcaktohet që kemi edhe në greqishtën e vjetër. Pra është e uja që përcakton Erasmus i Rotterdamit. Tani, në studimin tuaj, krahas studimit të gërmave, krijimit të alfabetit të buzukut që do na bëjnë nesër pas nesër të kemi një libër, më thatë, që të gjysma e librit të jetë në origjinal dhe gjysma e librit të jetë e rishkruar. Unë e kam përfunduar si punë. Po. Por ajo është një punë që më ka harë vite jetë, domethënë, dhe unë domethënë si çdo punë që duhet të ketë pritjet e natyrshmës të saj, domethënë, nuk mundem me pres, domethënë, një sponsorizim të mirë, sepse kjo është vepër që i përket gjithë kulturës shqiptare. Po, a ka Akademia e Shkencave subvencione për këtë lloj punësh apo burokraci? Unë pres i herë fillimisht nga Universiteti jam. Pres nga Universiteti i Shkodrës. Presim do të vizitoj, kam hap bisedë me dekanin me ato, po të bisedoj me rektorin, bisedoj me tëra për mundësitë e një botimi luksoz të shmak, kësaj vepre, jo një botim luksoz në veprës, dhe të mbyllim një herë mirë mundësinë e një leximi të lehtë të kësaj vepre, dhe pastaj të japim mundësinë studiuesve për të studiuar nga ana leksikore, nga ana morfologjike, nga ana sintaksore, po nga ana letrare, nga ana figurative, pra në gjitha rrafshet e studimit. Nuk mjaft ndem tani studimet filologjike në fushën e studimit buzukut janë mjaftuar vetëm me rrafshet gjuhësore. Rrafshet gjuhësore. Nuk është e drejtë. Fjala nuk është një paraqitje vetëm gjuhësore, është një paraqitje filozofike, paraqitje një mendësie, paraqitje një kulture. Fjala është imazh, dhe imazhet pastaj flasim me ne në gjitha mënyrat e mundshme. Pra, fjala nuk është vetëm një kategori formale, morfologjike sipas përcaktimit të Aristotelit, por është edhe një kategori filozofike. Një punë tjetër e mundimshme, cila përbën pjesën e dytë të librit, ka të bëjë me zbulimin e frontespicit apo ballinës. Fatkeqësisht na ka mbetur vetëm një cep i vogël, një fragment i vogël. Po, kjo është zbuluar rastisht, një bisedë që kisha telefonike me profesorin Luçin Adin, më thot mu, është thot një fragment, thot,
të Buzuku që sa marr kush me te. Thotë do të jetë një element tregues, thotë sepse është aty në vepër, por nuk e pikërisht për këtë fragmentin këtu. Pra është pjesa e frontespicit të Ballinës. Kjo fragmenti këtu, tani, si e zbulova, nuk kam pas në vështirësi të madhe zbulimit për një arsye. Vështirësi ka gjithmonë për çdo lloj zbulimi, por jo një vështirësi as sa prita të mundshme, as sa më tha nga profesori Lucia dhe bisedova me profesor Mandalan, faktikisht, sa më është rëndësishme mu zbulua, atëherë, duke menduar se kush është shtypshkuesi i germave, kush ka përdorur germat që i përdor Buzuku, e ka përdorur Bernardino Ben Ali, atëherë thash po krehej gjithë librat e këtyre shtypshkuesve. I marrë me radhë. Edhe e fillova për fat mirë me Ben Alin. Dhe duke filluar me Ben Alin, mora librat e viteve 1490-91, u shkoti libri të Dante, u kam kurreshë për Dante sepse më lehtësinë e huaj gjithmonë, edhe po shkretosha. Dhe gjej që ksilografia e Dante që ishte shumë befasuese, që e punuar nga mjeshtri Pico, që është njëkohësisht mjeshtri i Pico de Mirando, Pico de Mirando ka qenë humanist italian, që ka përkthy, ka bërë studim me Plinin dhe ka përkthy Plinin. Ai kishte përdorur këtë ksilografi dhe këtë kishte pas si për punimin e veprave, për punën e veprave të tij, kishte marrë gjithmonë këtë mjeshtër popullor që i ka humbur emri dhe ka met mjeshtri i Picos, sepse Pico është njëri i famshëm. Dhe kjo ksilografi që është edhe frontespici i ferrit, korniza e frontespicit të ferrit purgatorit të paraqes së Dantes, shoh që në kokë shoh pjesën sipër shoh që është identike. Atëherë, sot janë mjetet e mundshme hape zballoj imazhin në kompjuter, një imazh cilësor që gjetet tek Universiteti Princeton në Marik, që kishin faqen e internetit vet, zballoj edhe mundësi me pa, ishte identik. Ishte e njëjta, pra atu pa qartë që përmes këtij fragmenti ne zbuluam tërësisht kornizën e plotësisht që ka qenë karakteristike e Ballina e kohës. Tani ne duhet me zbulu përmbajtjen e kornizës, e cila kjo kornizë pa të fatin e madh dhe suksesshëm të botohet jo vetëm për komedinë hyjnore të Dantes, po të botohet për veprën e famshme të Petrarkës Triumfet, për secilin nga libra Triumfet, kjo është si frontespic për frontespicin e dashurisë, vdekjes, ngallënimit e gjithë më radhë. Janë 6 frontespice tek Petrarka, pastaj nuk merret vetëm për Petrarka, më merret për Marcel Ficinin, merret për të gjithë, deri në vitet 1000 e gjem këtë përdorim kornizës në libra të rëndësishëm të kohës, me të njëjtin format, pra in folio, që është mëshari, e gjem deri në vitin 1525 nga Agostino Zani.